Sekreti i një pleqërie të lumtur, mos i ndihmoni këta 6 lloje njerëzish. Kur arrin një moshë të caktuar, pas një jete plot me sfida, triumfe dhe mësime, fillon të kuptosh se koha dhe energjia jote janë pasuri të çmuara që nuk duhen shpërdoruar. Pleqëria është një periudhë për të gjetur qetësi, për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të shijuar ditët me paqe dhe dinjitet. Por shpesh, nga dëshira për të qenë të dobishëm ose nga një ndjenjë detyrimi e trashëguar ndër vite, ne priremi të ndihmojmë njerëz që na lënë me një shije të hidhur, keqardhje, lodhje dhe shkrenim. Në këtë artikull do të flasim për 6 lloje njerëzish që të moshuarit duhet të shmangin të ndihmojnë, jo për mungesë zemërgjërsie, por për të mbrojtur veten dhe për të ruajtur harmoninë e viteve të tyre të arta. Këto këshilla janë një udhëzues për të jetuar me mençuri dhe për të zgjedhur me kujdes se ku e investoni dashurinë dhe për kushtimin tuaj. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. 1. Përtacet kronik, ata që nuk lëvizin gishtin për veten. Ka njerëz që presin që bota t'u shërbej dhe në pleqëri, këta individ mund të shfaqen si të afërm, fqinje ose miq të vjetër që kërkojnë ndihmë për çdo gjë të vogël. Imagjinoni një kushëri që ju telefonon çdo javë për t'i bler diçka nga dyqani, për t'i rregulluar një çezmë ose për t'i zgjidhur një problem financiar, ndërkohë që ata janë të aftë të dalin vetë në këmbët e tyre. Në fillim mund ta bëni me qejf, duke menduar se po ndihmoni dikën në nevojë, por shpejt e kuptoni se ata thjesht po shfrytëzojnë përtacinë e tyre dhe mirësinë tuaj. Ndihma ndaj tyre ju rrëmben kohën dhe ju lë të ndiheni të përdorur. Në moshën tuaj të vjetër, ju meritoni të pushoni dhe të shijoni ditët, jo të bëheni shërbëtor i dikujt që refuzon të marrë përgjegjësi. Këshilla ime? Thuajuni me qetësi, mendoj se mund ta zgjidhësh vetë këtë herë dhe lërini të mësojnë të ecin me këmbët e veta. 2. Manipuluesit emocional, ata që luajnë me ndjenjat tuaja. Manipuluesit emocional janë si aktorë të talentuar, ata dinë të krijojnë skena dramatike për të marrë atë që duan. Mund të jetë një mik që qanë në telefon për probleme të pafundme, duke ju bërë të ndiheni fajtor nëse nuk i ndihmoni, ose një familjar që thotë, ti je e vetmja shpresë që kam. Për shembull, një motër mund t'ju kërkojë para duke ju kujtuar çdo sakrificë që keni bërë për të në të kaluarën, duke ju bërë të ndiheni të detyruar të thoni po. Ky lloj njeriu ju vjedh paqen dhe ju fut në një spirale stresi. Në pleqëri, ju keni nevojë për qetësi, jo për drama të sajuara. Si t'i shmangni? Vendosni kufi të fortë dhe mos u përfshini në lojrat e tyre emocionale. Një më vjen keq, por nuk mund të ndihmoj, është hapi i parë drejt lirisë suaj. 3. Mos mirënjohësit, ata që marrin si të mirëqen ndihmën tuaj. Nuk ka ndjenjë më të keqe se sa të ndihmosh dikët dhe të mos marrësh as edhe një faleminderit të vogël. Mos mirënjohësit janë ata që e shohin ndihmën tuaj si diçka që u takon, jo si një dhuratë. Për shembull, mund të ndihmoni një nip duke i dhënë para për një kurs dhe ai as nuk ju telefonoi për të thënë se si shkoi. Ose një fqin që ju kërkon të ujisni lulet e tij sa është me pushime, dhe kur kthehet, as nuk e çon në mendje të tregojë vlerësim. Në moshën e vjetër, çdo gjestë bujarie që bëni meriton të çmohet. Kur ndihmoni mosmirënjohësit, ju mbeteni me një zbrazëti që mund t'ju trishtojë. Këshilla është e thjeshtë, ndihmoni vetëm ata që dinë të thonë faleminderit dhe tregojnë respekt për mundin tuaj. 4. Abuzuesit e bujarisë, ata që kthehen vazhdimisht për më shumë. Ky lloj njeriu është si një grop pa fund, sa më shumë u jepni, aq më shumë kërkojnë. Një herë mund të jetë një ndihmë e vogël, si t'i huazoni një mjet ose t'i ndihmoni me një faturë. Por shpejt kjo kthehet në rutinë. Për shembull, një shok i vjetër mund të vijë çdo muaj për të huazuar para, duke premtuar se do t'ju kthej, por ajo ditë nuk vjen kurrë. Ata e dinë që ju keni një zemër të madhe dhe e shfrytëzojnë këtë pa pikë turpi. Në pleqëri, ju keni nevojë për rehati, jo për njerëz që ju shndërrojnë në bankë personale. Si t'i shmangni? Jini të prerë që në fillim dhe mos i lini të krijojnë varësi nga ju. Një jo, nuk kam mundësi, i thënë me vendosmëri mund t'ju shpëtojnë nga ky cikël. 5. Kritikuesit e përhershëm, ata që gjithmonë gjejnë të meta. Disa njerëz, pavarësisht sa i ndihmoni, kur nuk janë të kënaqur dhe gjithmonë gjejnë diçka për të kritikuar. Për shembull, mund të kaloni një pasdite duke ndihmuar një të afërm të rregullojë shtëpinë dhe në vend të falënderimeve, ata thonë, kjo mund të ishte bërë më mirë ose nuk e ke bërë siç doja unë. Kritika e tyre ju bën të ndiheni të pavlerësuar dhe të dyshoni në veten tuaj. Në moshën e vjetër, vetbesimi dhe qetësia juaj janë të rëndësishme dhe kritikuesit e përhershëm i shkatërrojnë të dyja. Mos u mundoni të kënaqni dikë që nuk di të jetë i lumtur. Këshilla ime? Largohuni nga ata dhe fokusohuni te njerëzit që ju vlerësojnë për atë që jeni dhe bëni. 6. Thashë themegjind, ata që përhapin fjalë dhe krijojnë probleme. Thashë themegjind janë ata që ju përfshin në rrjetën e tyre të fjalëve dhe dramave pa fund. Mund të jetë një fqin që ju kërkon të ndihmoni me diçka dhe pastaj përhap fjalë se ju nuk bëtë mjaftueshëm, ose një mik që ju përdor si dëgjues për të folur keq për të tjerët, duke ju futur në konflikte që nuk ju takojnë.
Për shembull, mund t'ju therasin për të ndërmjetësuar një mosmarrëveshje dhe në fund ju mbeteni si fajtor në sytë e të gjithëve. Në pleqëri, ju keni nevojë për qetësi shpirtërore, jo për thashe theme dhe probleme të huaja. Ndihma ndaj tyre ju kushton reputacionin dhe paqen. Si t'i shmangni? Qëndroni larg bisedave të kota dhe thuajuni, nuk dua të përfshihem në këtë. 7. Ankuesit e përjetshëm, ata që vetëm qahen dhe nuk veprojnë. Ankuesit e përjetshëm janë ata që kalojnë kohën duke u ankuar për çdo gjë në jetën e tyre, punën, shëndetin, marrëdhëniet, por kur nuk bëjnë asgjë për ta ndryshuar situatën. Për shembull, mund të jetë një koleg I vjetër që ju thërret çdo ditë për të treguar se sa e vështirë është jeta e tij, duke pritur që ju ta ngushëlloni ose t'i zgjidhni problemet. Ata thithin energjinë tuaj me negativitet dhe ju lën të ndiheni të pafuqishëm. Në moshën e vjetër, ju meritoni të rrethoheni me pozitivitet dhe njerëz që marrin iniciativë. Ndihma ndaj ankuesve ju lodh pa sjell asnjë rezultat. Këshilla: dëgjojini një herë dhe pastaj sugjerojuni me mirësjellje të kërkojnë zgjidhje, mbase mund të provosh të bësh diçka për këtë. 8. Shfrytëzuesit e kohës, ata që ju mbajnë të zënë pa nevojë. Ky lloj njeriu ju përfshin në detyra ose biseda të gjata që nuk kanë asnjë qëllim të rëndësishëm, vetëm për të mbushur kohën e tyre. Për shembull, një njohur mund t'ju ftoj për kafe dhe pastaj ju mbaj aty për orë të tëra duke folur për gjëra të parëndësishme, ose t'ju kërkoj të shoqëroheni diku ku mund të shkonin vetë. Ata nuk e vlerësojnë faktin që koha juaj është e çmuar. Në pleqëri, çdo minutë duhet të ketë kuptim, qoftë për pushim, qoftë për gëzim. Shfrytëzuesit e kohës ju rrëmbejnë këtë mundësi. Si t'i shmangni? Jini të drejtë për drejtë dhe thuajuni, kam pak kohë sot, ndaj duhet ta shkurtoj. Në fund të fundit, pleqëria është një dhuratë që meriton të jetohet me gëzim, qetësi dhe respekt për veten. Të ndihmosh të tjerët është një virtyt I mrekullueshëm, por jo kur kjo ju lë të raskapitur, të zhgënjur ose të keqpërdorur. Duke shmangur këta 6 lloje njerëzish për tacin kronik, manipuluesit emocional, mosmirënjohësit, abuzuesit e bujarisë, kritikuesit e përhershëm dhe thashet e megjingë, ju zgjidhni të mbroni kohën dhe energjinë tuaj, dhe kjo është shenjë e mençurisë, jo e egoizmit. Rrethohuni me njerëz që ju çmojnë, ju respektojnë dhe ju bëjnë të ndiheni të vlerësuar. Mos harroni, vitet tuaja të arta janë për të shijuar dhe askush nuk ka të drejtë t'ua erësojë ato me sjelljet e tyre. Jetoni me lehtësi dhe dashuri, para se gjithash për veten tuaj. Faleminderit shumë që keni marrë kohë për të parë këtë video. Nëse ju pëlqeu videoja e sotme, ju ftojmë të shtypni butonat abonohu dhe të pëlqej. Faleminderit me zemër. Do të lutem për shëndetin dhe lumturinë tuaj. Mirupafshim.